Jemi kthyer sërish drejt për drejt. Partia Demokratike pas pak mbledh grupin parlamentar ku fokusi natyrisht është tek zgjedhjet e pjesëme vendore të 9 nëntorit. Në komunikim të drejt për drejt kam kolegun Enkel Xhangoli. Enkel, çfarë pritet të diskutohet sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Pritet të kemi emrat e kandidatëve për 5 bashkitë e tjera të vendit? Kjo është mbledhje e cila zhvillohet një ditë para seancës plenare, ku në fakt deputetët si zakonisht mblidhen për të koordinuar në lidhje me qëndrimet që Partia Demokratike apo grup parlamentar mban në seancat plenare, por gjithashtu është mbledhje e cila vjen vetëm pas përfundimit të ditës sotme të mbledhjes së konferencës së kryetarëve, ku urrëzua dhe kërkesa e Partisë Demokratike për moksion me debat për sa i përket gjetjeve të Olafit për i parti, ndërkohë që për sa i përket diskutimeve që pati Partia Demokratike në lidhje me 2 komisione të rëndësishme, duhet thënë për sa i përket Komisionit për Reformën Zgjedhore apo ato të territoriales, që në fakt u shtyp për një mbledhje të dytë, kjo kur antarët e themi si zoti Bardhi po dhe deputetët tjerë të Partisë Demokratike sigurisht do informojnë edhe grupin parlamentar të Partisë Demokratike në lidhje me diskutimet që u zhvilluan në konferencën e kryetarëve. Por pavarësisht le të themi diskutimeve që janë të zakonshme në mbledhjen e grupit, sigurisht që pritet që deputet të cilët sidomos ata deputet që përfaqësojnë bashkitë ku do të zhvillohen dhe zgjedhjet e pjesëme, pra në 6 bashki përfshirë këtu edhe Tiranën, por 5 deputet paktën deputetët në 5 bashkitë e tjera sigurisht do të kenë diskutime në lidhje me mënyrën se si degët e Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike këtu në qendër do të organizohet për sa i përket fushatës, por gjithashtu diskutime edhe për sa i përket emrave të cilët mund të jenë përfaqësues të Partisë Demokratike apo opozitës në zgjedhjet e 9 nëntorit në këto bashki. Por në thelb kjo mbledhje nuk ka për të diskutuar në lidhje me emra konkret, por sigurisht që nuk përjashtohet mundësia e kërkesave të deputetëve, të cilët për shkak dhe se ka një kohë të shkurtër për sa i përket përgatitjeve për zgjedhjet, do duhen që do marrin një lloj bashkëpunimi apo dritje jeshile nga Partia Demokratike në qendër për të nisur organizimin qoftë të grupeve të punës që ata duhet të kenë në terren dhe për të qenë gati në paranisjes së fushatës zyrtare, pra rreth 1 nëntorit, ku do të jetë një fushatë e shkurtër për rreth 1 javë për të finalizuar më pas me zgjedhjet e 9 nëntorit. Por gjithashtu edhe deputetët do të ketë diskutime, sidomos diskutimet më interesante bëhen si gjithmonë në përfundim të fjalës zotit Berisha, e cila fillimisht është e hapur në media dhe më pas diskutimet bëhen me dyert të mbyllura, do të ketë diskutime edhe për mënyrën se si Partia Demokratike apo qasjen që Partia Demokratike do të ketë tashmë edhe për sa i përket Bashkisë së Tiranës, kur tashmë është zyrtare, le të themi, dhe mbështetja që Partia Demokratike ka bërë për kandidatin i deklaruar i pavarur Florian Bine, i cili do të përfaqësojë dhe opozitën në zgjedhjet e 9 nëntorit për bashkinë më të madhe në vend, siç është ajo e Bashkisë së Tiranës. Por gjithashtu diskutime do të ketë për sa i përket raporteve që Partia Demokratike ka me partitë e tjera tashmë pjesë e aleancës ose të bashkëpunimit me Partinë Demokratike, ku e pam që pak a shumë më problematike, le të themi, ka qenë një lloj bashkëpunimi mes Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia, ku zoti Sheja i vetë ka cilësuar si një prerje në bes atë çka Partia Demokratike bëri, pasi para se zoti Binej të paraqiste, të deklaronte të ishte një kandidat i pavarur dhe kërkonte mbështetjen e partive opozitare, Partia Mundësia në takimet që mbajti me grupin përfaqësues të Partisë Demokratike që zhvillonte negociatat me partitë aleate, kishte propozuar zotin Ermal Asimja, i cili në fakt pas këtij propozimi që u bë në tryezën e takimit mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia, edhe vetë publikisht e pranoi një garë të tillë, por në momentin që zoti Binej shpalli kandidaturën e tij të pavarur, por gjithashtu mori dhe mbështetjen e më të madhe të partive opozitare aleatët e Partisë Demokratike tradicional, por gjithashtu dhe të partive të tjera si partia e zotit Lapajt apo edhe zotit Shabani gjithashtu, por në fund edhe Partia Mundësia, ndonse kritikoi le të themi mënyrën se si Partia Demokratike pati qasjen e saj në lidhje me emrin konkret në këtë rast zotin Binaj dhe zgjedhjen që bëri për ta mbështetur si kandidat të opozitës në zgjedhjet e 9 nëntorit, Partia Mundësia në përfundim të saj ka zgjedhur që të mbështesë zotin
Florian Binaj në këtë zgjedhje, duke përgështuar që zoti Ermal Hasimja të tërhiqe nga kjo garë. Dhe vetë zoti Hasimja është shprehur se tërhiqe nga kjo garë dhe e mbështet edhe ai zotin Binaj në këtë garë elektorale të rëndësishme, duhet të thënë, për opozitën, pasi opozita vjen nga një humbje e thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe sigurisht do përpiqet që të rregullojë ose të marrë në mos fitore, të marrë një rezultat më pozitiv se ajo që mori në vitin 2023, ku zoti Belia arriti të merrte rreth 60.000 vota më shumë se kandidati i opozitës në ato kohë, zoti Belin Kolliçi.